Egli Tako ka debatuar ashpër me Gerta Gixharin pas spektaklit të së martës derisa po darkonin. Ata janë përplasur me njëra tjetrën ku ka qenë gazetarja që ja ka përmendur raportin me gjestin se si është ngjitur atij. Egli ndërkohë e ka sqaruar dhe i ka thënë se nuk hyri sërish për të pastruar veten, por që nuk e meritoi të dilte në atë formë. Më tej e quajti Gertën negative dhe se do t'i nxjerr keq të gjithë njerëzit që janë aty. E keni ndjeshmërinë zero, e din të gjithë Shqipëria. Je negative, kokra e negatives, më tregon ti mua pastrimin. Unë jam ai njeri që mbledh shumë dhe pastaj vendos. Unë jam një gocë me vlera, të pëlqen apo nuk të pëlqen ty. Më kanë rritur edhe më mirë se ç'duhet. Gerta nga ana tjetër ja ktheu duke i lënë fajet për raportin me banorin. Ti e ngjite gjestin. Nëse kam dëmtuar dikë, kam dëmtuar veten time kaq. Ju kam sulmuar pasi më keni sulmuar, më keni përmendur gjëra nga jashtë, nuk shisni dot asgjë timen si antivlerat, theksoi tutje Tako. Ke indicie të këqija me i nxjerr njerëzit keq, tani edhe tutje asnjë komunikim me mua, zero.